Tenderi për koncesionin e rrugës Milot Ballldren 17 km e gjatë është një histori e zgjatur zvarritjesh me urdhër të kryeministrit Edi Rama, jo nga meraku për të gjetur kompani të specializuara teknikisht, por xhambaz për të pranuar pazarin financiarisht nën tavolinë. Disa herë pamfleti e ka denoncuar si të qëllimshme këtë zvarritje, sepse 17 km rrugë qeveria do të kishte ndërtuar brenda një viti, por e zvarrit për interesa korruptive dhe pa urrëtie ndaj veriut, duke krijuar kolon makinash dhe kaos qarkullimi, sidomos gjatë stinës së verës. Nëse nuk do të kishim informacion që edhe pas PPP-s rrugës Milot Ballldren qëndron aferë korrupsioni, do ta konsideronim si zvarritje procedurale burokratike apo mos paraqitje ofertash. Por është aferë korrupsioni e parapërgatitur në sarajet e kryeministrit Edi Rama me oligarkun që do t'jap pllokën më të madhe, fakti vërtetuar nga dy vendimet që po publikon pamfleti. Më 9 tetor 2018 koncesioni u dha pagar kompanisë ANK të ish deputetit të PS-s Ndue Kola me vlerë 161.5 milion euro pa të VSH dhe administrim të rrugës me pagesë për 13 vjet. Në muajin mars 2019, kryeministri Edi Rama e anulloi kontratën e lidhur me kompaninë ANK dhe mbajti investimin të bllokuar deri më datë 19 dhjetor 2024, kur e rishpalli Ankandi me vlerë fondi limit 364.7 milion euro me të VSH dhe koncesion për 35 vjet. Por Ankandi për ndërtimin dhe koncesionin e rrugës Milot Ballldren nuk u zhvillua në datën e caktuar 17 shkurt 2025. Tender që është hyrë disa herë dhe nuk dihet kur do të zhvillohet, ndërsa ministri i infrastrukturës dhe energjisë, Enea Karakaçi, vetëm gjatë 3 muajve mars-maj 2026, pasi ka nisur detyrën, ka deklaruar 6 herë para mediave se Ankandi do të shpallet së shpejti dhe se do të fillojë ndërtimi i rrugës Milot Ballldren. Por nga sarajet e Edi Ramës prej 8 vitesh nuk jepet urdhri për kryerjen e procedurës dhe nisjen e punimeve në këtë segment rrugor 17 km të gjatë. Përveç urdhrit për të shtuar vlerën e kontratës nga 161.5 milion euro në 364.7 milion euro dhe afatin e koncesionit të këtij segmenti me pagesë nga 13 në 35 vjet. Koncesioni i kësaj rruge është një histori korrupsioni 8 vjeçare me ankande që shpallen, anullohen, shtyhen e rishpallen. I dyfishohet fondi dhe afati kohor për shkak se duan t'ja japin atij ose atyre që bien dakord të ofrojnë llokmot më të madhe të i gjati. Kujtojmë që aksi Milot Ballldren nuk është segment rrugor lokal, por nyje që lidh Tiranën me Shkodrën, Veriun me Qendrën, Shqipërinë me Muriqanin dhe më tej me Malin e Zi, Kroacinë, Sloveninë dhe Europën qendrore. Për këtë arsye bllokimi i tij nuk prodhon vetëm trafik, por kosto dhe humbje të mëdha ekonomike, humbje kohe, dëmtim të turizmit dhe goditje direkte për transportin tregtar. Shqipëria ditë zemërohet, e pam këtë javë në Zvërnec. Rrethimi me tela me gjemba i një trualli pra lagunës së Nartës nxori në rrugë qindra banor dhe aktivist. Roje private të maskuara të kompanisë Major Security tërhoqën zvarr një qytetar dhe përdorën spray me piper para kamerave. Reagimi publik detyroi policinë e shtetit të pezullonte drejtorin e Florës, Elidon Çela, brenda 48 orësh. Një projekt turistik prej 4 miliardë eurosh me emrat e Jared Kushner, Ivanka Trump dhe vëllezërve katarez El Kayat Pasti u kthye në betejën kombëtare të momentit. 3 vjet më parë, në janar 2022, një firmë e vetme mbi një vendim qeverie hoqi 802 hektar nga parku kombëtar i Butrintit. Nuk doli askush në rrugë, nuk u pezullua asnjë drejtor policie, nuk u bë virale asnjë pamje. Firmën e kishte vënë Mirela Kumbaro. Krahasimi mes këtyre dy ngjarjeve nuk është thjesht një ushtrim moral, zbulohet një e vërtetë e papërshtatshme për gjithë ne. Indinjata në Shqipëri nuk aktivizohet nga pesha e shkeljes, por nga dukshmëria e saj. Kjo asimetri u shërben mrekullisht atyre që grabisin në heshtje. Faktet nuk janë spekullim. Kontrolli i lartë i shtetit i ka dokumentuar të gjitha. Me propozimin e ish-ministres Mirela Kumbaro, Këshilli i Ministrave miratoi VKM numër 59, e cila kurri parkun kombëtar të Butrintit nga 9424.4 hektar në 8622.2 hektar. Vendimi u mor pas një studim shkencor mbështetës. Relacionet shoqëruese nuk shpjegonin as arsyet që diktuan nevojën e ndërhyrjes. Brenda kësaj heqjeje dokumentohet spostimi artificiali rreth 16 hektarëve të liçenit të bufit jashtë kufirit të ri të zonës së mbrojtur, drejt kontrollit të trafikantit Gjergj Luca, një monument natyre me ujë të mjelmë dhe specie peshku që nuk gjenden askund tjetër në Shqipëri, i dhuruar me firmë. Shqipëria reduktoi zonën e mbrojtur nga konventa Ramsar me 643.32 hektar, pa njoftuar sekretariatin e konventës. Raporti i KLSH-s e cilëson shkelje të konventave ndërkombëtare me rrezik penalitetesh. Pikërisht në këtë territor të zhveshur nga mbrojtja ligjore, mbi një mur 2500 vjeçar, u ngritën themelet e betonit të Alp Star Resort në zemër të Butrintit, aty ku historia botërore prehet nën dhe sipërmarrësit që gëzuan mbrojtjen e eshtur të Kumbaros, ngulën beton mbi trashëgimin ton. Nuk mjaftoi dhuna ndaj historisë. Konflikti për këtë plaçk turistike degeneroi në dhunë fizike mes vetë pronarëve të resortit, një sherr që la pas të plagosur. Ja çfarë mbulli një firmë vetme në Butrint, një fushë betimi ku luftohesh me grushte për copën e tortës së një parku kombëtar të vrarë. Grabitja territoriale e zonës më të mbrojtur ligjërisht në
Shqipëri, ka një peshë ndërkombëtare të shkeljes shumë të rëndë se gjithçka që pretendohet tek Zvërneci. Megjithatë, reagimi qytetar ndaj saj ishte zero. Heshtja jo nuk ishte apati, ishte bashkëfajsi. Përgjigjja qëndron në 3 kushte që përcaktojnë nëse një grabitje prodhon turm apo jo. Asnjëri prej tyre nuk lidhet me sa e rëndë është vepra. Kushti i parë është dukshmëria fizike. Zvërneci ishte ekskavator, tela me gjemba dhe dhunë trupore para kamerave. Putrinti u tkurr me një përshkrim mbi një dokument. Truri i njeriu të reagon ndaj kërcënimit që sheh, jo ndaj abstraksionit ligjor që lexon. Një roje e maskuar që godet një qytetar prodhon revoltë menjëhershme. Një VKM në fleturën zyrtare, edhe kur firmoset për të zhdukur 802 hektar e për të lejuar dhunën fizike mes investitorëve, nuk prodhon asgjë. Kushti i dytë janë emra të mëdhenj. Zvërneci mban firma të dhëndrit të presidentit amerikan dhe të 2 miliarderëve katarez, ndaj të rrejsh mediat globale dhe gjithë ngarkesën politike që vjen me to. Butrinti ka Gjergj Lucën dhe pronarët e Alpstar që rrihen për plaçkën, janë emra shqiptar, pra histori që digjen brenda një dite. Asnjë New York Times nuk shkruan për betonin mbi muret e Lene, por të gjithë shkruajnë për dhëntrin e Trump. Ky është tregu ynë i mirë i indignatos. Importojmë turpi nga Amerika dhe ignorojmë krimin e prodhuar në shtëpi. Kushti i tretë, më i rëndësishmi, është mobilizimi i organizuar. Turma nuk mblidhet vetvetiu, dikush e thërret, e strukturon, i e pritëm. Atje ku ka aktor të gatshëm të mobilizojnë, ka protest. Atje ku nuk ka, grabitja kalon e eshtje pavarësisht peshës së saj. Lind pyetja ku ishin të njëjtët ambientalistë revoltuar sot, kur Mirela Kumbaru firmoste varrimin e 802 hektarëve në Butrint, ku ishin kur pronarët e Alpstar përplaseshin fizikisht për para mbi themelet e trashëgimisë botërore. Përfundimi është i hidhur. Selektiviteti i indignatës nuk është thjesht dështimi i shoqërisë civile, është mekanizëm mbrojtës për ata që din të grabisin pa ekskavator. Mënyra më e sigurt për të jetërsuar një pasuri publike në Shqipëri nuk është arrethosh me tela me gjemba para banorëve, është ai që është me një firmë mbi një vendim qeverie pa makineri, pa konflikt të dukshëm, pa emra që të rreqin mediat e huaja. Butrinti i Mirela Kumbaros është dëshmia se metoda e heshtur funksionon përsosmërisht. Zvërneci është dëshmia se metoda e dukshme dështon sepse nuk i shpëton dot syrit. Prandaj pyetja nuk është kush ka të drejtë e Zvërneci. Pyetja është kjo: pse një shtet që të kurr parkun kombëtar të Butrintit merr 802 hektar në eshtje të plot, që redukton zonën Ramsar me 643 hektar pa njoftuar askënd, që lejon beton mbi mure 2500 vjeçare dhe mbyll syt para dhunës mes oligarkëve për këtë plaçk, arrin të paraqes veten si mbrojtës i interesit publik, sapo kamerat ndisen diku tjetër. Indignata që zgjedh objektivat sipas dukshmërisë, jo sipas dëmit, nuk është ndërgjegje e qytetare, është një reflektor që dikush tjetër e drejton për qëllimet e veta, derisa të mësojmë ta ndriçojmë atë reflektor edhe mbi firmat e heshtura, jo vetëm mbi ekskavatorët. Grabitjet më të mëdha të Shqipërisë do të vazhdojnë të ndodhin pikërisht atje ku nuk shkon askush të protestojë. Mjaftoi një incident pronësor në një fshat të Vlorës që Athina të aktivizonte të gjithë makinerinë e saj diplomatike. Brenda 24 orësh nga përplasjet e 30 majit në Zvërnec, Ministria e Jashtme greke kishte lëshuar deklaratë zyrtare. Ambasada në Tiranë kishte ndërhyrë dhe eurodeputati Fredi Beleri kishte dorëzuar një pyetje në Komisionin Evropian. Shpejtësia e këtij reagimi tregon se për Athinën Zvërneci nuk është thjesht çështja e një qytetari të plagosur, është një mundësi për të rihapur një hartë që Shqipëria e konsideron të mbyllur prej dekadash, shtrirjen e pretenduar të minoritetit kombëtar grek mbi territorin shqiptar, pretendimi që nuk qëndron mbi tokë. Fakti më i rëndësishëm dhe ai që Athina shpreson të kalojë pa u vënë re vjen nga vetë mediat greke. Sipas tyre, zona ku ndodhen protestat nuk i përket formalisht zonës së njohur të minoritetit kombëtar grek. Pra kur Ministria e Jashtme greke flet për mbrojtjen e të drejtave të pjesëtarëve të minoritetit kombëtar grek në Zvërnec, ajo po e shtring këtë status mbi një zonë ku ai ligjërisht nuk njihet. Mediat shqiptare e kapën menjëherë këtë. Athina thuhet në to e shfrytëzoi protestën e dhunshme të së shtunës, duke pretenduar për herë të parë edhe ekzistencën e minoritetit grek në Zvërnec. Ky është thelbi i ndërhyrjes. Një incident që sipas vetë palës greke lidhet me të drejtat e pronës u shndërrua brenda pak orësh në një pretendim mbi shtrirjen territoriale të minoritetit. Çfarë sipas dokumenteve është mosmarrëveshje pronësore, Athina po e riformulon si çështje minoritare kombëtare. Mënyra si Greqia po e ushtron presionin është po aq domethënëse sa pretendimi vet. Deklarata e Ministrisë Jashtme greke nuk u mjaftua me shqetësimin për qytetarin. Ajo theksoi nevojën për mbrojtjen efektive të zonave të mbrojtura mjedisore në përputhje me standardet dhe legjislacionin evropian, si pjesë e procesit të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Përkthimi është i qartë. Athina po e lidh drejt për drejt këtë çështje me rrugën europiane të Tiranës, duke kujtuar se si anëtare e BE-s ka dorën mbi frenën e zgjerimit. Eurodeputati Fredi Beleri e bëri lidhjen edhe me eksplicite. Në një intervistë për televizionin grek, Elava 24, ai deklaroi: "Unë kam bërë një pyetje në komision se si të gjitha këto kombinohen me një vend që është në prag të Bashkimit Evropian dhe se si zbatohet saktësisht acquis communautaire në këto raste."
Në pyetjen e tij drejtuar Komisionit Evropian, Beleri pretendon se në fshatin Zvërnec, ku sipas tij jetojnë kryesisht anëtarë të minoritetit kombëtar grek, një kompani private po ndërhyn dhe po zë toka që ishin konfiskuar nga regjimi komunist në vitet 60 dhe ende nuk u janë kthyer pronarëve të ligjshëm. Ai kërkon nga Brukseli që përparimi i Shqipërisë në procesin e integrimit të lidhet me rezultate konkrete në mbrojtjen e pakicave. Kështu një eurodeputet i partisë në pushtet në Greqi po përdor karriken e tij në Bruksel për të kthyer një mosmarrëveshje pronësie në një kusht për anëtarësimin e Shqipërisë. Kjo nuk është mbrojtje e të drejtave të njeriut, është diplomaci presioni e veshur me gjuhën e të drejtave. Brenda kuvendit, deputeti socialist Ardit Bido ngriti pyetjet që asnjë institucion ende nuk i ka adresuar. Ai vuri në dukje praninë e protestuesve të ardhur nga jashtë kufirit duke pyetur drejt për drejt. 3 autobusët që erdhën nga Greqia përse nuk i deklarojnë kush i nxiti këta autobus. Sipas tij, ndër protestues doli Fredi Beleri që kërkoi për minoritetin grek në Zvërnec dhe Nart, që sipas tij po ju hiqen të drejtat. Bido dalloi 2 kategori mes kundërshtarëve, banorët me pretendime reale pronësie dhe një grup të dytë që thjesht nuk duan asnjë lloj zhvillimi në asnjë formë. Pyetja për 3 autobusët nga Greqia mbetet pa përgjigje zyrtare dhe është pikërisht lloji i detajit që një media hetimore duhet ta ndjek. Kush i organizoi, kush i financoi dhe a kishte mes tyre persona të lidhur me struktura politike greke, por integriteti kërkon edhe pjesën tjetër. Do të ishte e lehtë ta mbyllnim këtu me një tregim ku Greqia është e vetmja fajtore, por kjo do të ishte gjysma e historisë dhe publiku e meriton tërsinë. E vërteta e papërshtatshme është se ndërhyrjes greke ja hapi derën vetë mënyra se si qeveria shqiptare trajtoi këtë marrëveshje. Athina nuk do të kishte gjetur terren po të mos ekzistonin pyetje legjitime mbi transparencën. Projekti që sipas raportimeve ndërkombëtare lidhet me investitor katarian dhe me Jared Kushner e Ivanka Trump, me një vlerë mbi 4 miliardë euro, u shoqërua me një kronologji që ngre shqetësime serioze. Sipas burimeve ndërkombëtare, parlamenti ndryshoi legjislacionin mjedisor pak para nisjes së punimeve, ndërsa leja u lëshua pa u bërë publike. Këto pretendime kërkojnë verifikim të pavarur përmes fletores zyrtare dhe vendimeve të Këshillit të Ministrave, por nëse qëndrojnë, ato tregojnë se qeveria i dha vetë kundërshtarëve përfshir Athinën municionin më të mirë. Kur një marrëveshje bëhet në errësirë, çdo fqinj me interesa gjen hapësirë të mbjellë dyshime. Transparenca do të kishte qenë mbrojtja më e mirë kundër ndërhyrjes së huaj. Ngesa e saj është dhurata që Tirana i bëri Athinës. Shqipëria ka çdo të drejtë ta zhvillojë Brexitin e vet dhe të tërheqë investime të mëdha, dhe ka çdo të drejtë të refuzojë që një fqinj t'i diktojë se ku fillon e ku mbaron harta e minoriteteve të tij. Ndërhyrja e Athinës në Zvërnec, duke shtrirë statusin minoritar mbi një zonë ku ligjërisht nuk njihet dhe duke e lidhur me frenën e BE-s, është një tejkalim që meriton t'i thuhet hapur. Por mbrojtja e sovranitetit nuk bëhet duke mbyllur syt para mënyrës se si qeveria e bën biznesin. Përkundrazi, po të ishte marrëveshja transparente, po të ishin pronat e zgjidhura, po të ishte leja publike, Athina nuk do të kishte ku ta fuste hundën. Betejë e vërtetë e Shqipërisë nuk është vetëm kundër presionit grek, është edhe për një qeveri që të mos i lërë dyert hapura për të. Pas pazarit me tenderin 11 milion euro për mirëmbajtjen e rrjetit të shpërndarjes DVB-T2, pas 8 tenderëve të tjerë korruptiv, pas shtimit të numrit të këshilltarëve personal dhe grabitjes së përfaqësimit në Eurosong Junior të festivalit të fëmijëve që zhvillohet në Shkodër, drejtoresha e RTS Eni Vasili është përfshirë në një aferë tjetër financiare. Bëhet fjalë për një skem vjedhje të fondeve publike nëpërmjet falsifikimit të kostos për festivalin e këngës Kur vjen pranvera, në bashkëpunim me Drejtorinë e Financës dhe 6 anëtarë të Këshillit Drejtues të Radio Televizionit Shqiptar. Sipas njoftimit zyrtar dhe reklamës që po bën RTS, festivali i këngës Kur vjen pranvera do të zhvillohet më 6 dhe 7 qershor 2026 në sallën e koncerteve të teatrit të operës dhe baletit. Si çdo aktivitet artistik, edhe festivali i këngës Kur vjen pranvera ka kosto shpenzimesh financiare. Paçka se do të përdoret logjistika, orkestra dhe stafi i realizimit teknik e artistik që janë organik të borderos në RTS. Drejtoresha Eni Vasili, në bashkëpunim me Drejtorinë e Financës dhe 6 anëtarë të Këshillit Drejtues të RTS, nuk kanë deklaruar paraprakisht vlerën e shpenzimeve për këtë festival. Sipas logjikës dhe ligjit për administrimin e fondeve publike, drejtuesit e RTS kanë detyrim që fillimisht të përcaktojnë koston totale dhe rregullore e festivalit dhe mbi bazën e kostos të lidhen kontratat dhe të fillojnë përgatitjet. Por me kërkesën, domethënë me diktat të Eni Vasilit dhe vendimin numër 21 datë 4 maj 2026, Këshilli Drejtues i Radio Televizionit Shqiptar ka vendosur që vlerën e shpenzimeve për festivalin e këngës Kur vjen pranvera 2026 ta përcaktojnë dhe miratojnë pasi të përfundoj festivali. Më konkretisht, në vendim thuhet, lihet hapësira e amendamenteve që mund të krijohen gjatë periudhës së përgatitjes së preventivit përfundimtar të projektit artistik Kur vjen pranvera deri në miratimin e tij. Nuk është pa aftësi për të përllogaritur koston, sepse pazaret dhe kontratat janë dakordsuar sipas marrëveshjes mes drejtuesve të RTS
RTSH-s, subjekteve mbështetëse private dhe specialistëve të muzikës, që janë punonjës të RTSH-s dhe marrin pagesa shtesë në formë honoraresh. Miratimi i kostos pas festivalit është skem për ndarje llokmash financiare që do të vjedhin në maskën e shpenzimeve për këtë festival, llokma për të cilat nuk kanë rënë dakord dhe do t'i shtojnë pas përfundimit të aktivitetit. Sipas informacionit nga burime në kupolën e RTSH-s, ky është shkaku që festivali kur vjen pranvera, i planifikuar në pranverë më 21 dhe 22 mars 2026 do të zhvillohet në verë më 6 dhe 7 qershor. Me këtë skem vjedhje të sajuar dhe futur në veprim nga drejtoresha Eni Vasili dhe klani i saj brenda jashtë të RTSH-s, nuk është miratuar nga kryetari i Këshillit Drejtues të RTSH-s, Fatjon Hoxhalli dhe 4 anëtarët e tjerë, të cilët nuk shkuan në mbledhje, por ajo e ka miratuar me 6 anëtarë. Më 18 maj 2026, pamfleti nëpërmjet shkrimit me titull Si e hungri peshkun e trafikantit Gjergj Luca, ministri Andi Salla gati ankandi formal për 10 hektar tokë shtetërore, paralajmëroi pazarin e bërë mes tyre që Lucat marr tjetër tokë shtetërore. Më 16 maj, ministri i bujqësisë Andi Salla ishte përdrek në resortin Rozafa Fish City në Labinot Fush të Elbasanit, i ftuar nga trafikanti peshkatar Gjergj Luca, drejt të cilën e propagandoi si takim pune për sigurinë ushqimore. Nuk besojmë se ministri Salla shkoi te restoranti Gjergj Lucës për të kontrolluar cilësinë dhe sigurinë e produkteve të detit që gatuan te Rozafa, në pjatancat e të cilit janë zhgryer kryeministri Edi Rama dhe të gjithë ministrat. Mbështetur në informacionet që kishim, paralajmëruam se në atë drek Gjergj Luca i kërkoi ministrit edhe 10 hektar tokë tjetër pranë resortit të tij në Labinot Fush, por atje tokat i kanë fshatarët dhe u piketua në zonë tjetër. Madje ministri Andi Salla ka filluar t'ia bëjë këtë qok trafikantit Gjergj Luca nëpërmjet kryetarit të bashkisë së Elbasanit Gledian Llatja, i cili në bashkëpunim me Ministrinë e Bujqësisë, që ka në administrim pyet, filloi procedurat e nxjerrjes së 10 hektarëve tokë në ankand. Në buletinin e prokurimeve publike të datës 1 qershor 2026, pra vetëm 2 javë pasi ministri Andi Salla hëngri peshkun e trafikantit Gjergj Luca, bashkia e Elbasanit nxori në ankand 10 hektar park pyjor në zonën Polis Vasian të njësisë administrative Shushric të Elbasanit. Sipërfaqja 10 hektare nxjerr në ankand me urgjencë është aq sa pamfleti e paralajmëroi si pazari bërë në restorantin e peshkut mes ministrit Andi Salla dhe trafikantit peshkatar Gjergj Luca me vlerë qiraje 2.000 euro në vit. Afati i kontratës për shfrytëzimin e sipërfaqes së parkut pyjor do të jetë 10 vjet me të drejtë përsëritje kontrate dhe 10 vjet të tjerë. Për gjoja mbar shtim të Florës së Egër ankand që do të zhvillohet më datë 9 qershor, të presim dhe të shohim nëse edhe ankandi për këta 10 hektar pyje në Elbasan është qepur apo jo për trafikantin Gjergj Luca, por nuk është rastësi që 2 javë pasi ministri Andi Salla drekoi peshk te Rozafa Fish City në Labinot, ai në bashkëpunim me kryebashkiakun Gledian Llatja shpallën ankandin për aq tokë sa u bë pazari me Lucën.